Sot në tryezën e podcastit flasim për episodin e 7. Janë të pranishme dy gra që vinë nga dy rrugë krejtësisht të ndryshme të jetës. Ana, e cila është një tjetër zë kumbues në skenat e operas në për Europë, dhe Natasha, e cila kishe shkruar një email shumë të gjatë në adresën e podcastit Flasim, ku jeni të gjithë të ftuar të shkruani nëse dëshironi të bëni pjesë e kësaj tryeze ku të ftuarit ndajnë me publikun rrëfimin e tyre, për aktivitetin e tyre, për jetën e tyre, për sfidat e tyre dhe për një histori të tyre që e konsiderojnë ata dhe pastaj natyrisht që e përqafon edhe stafi ynë si një histori suksesi. Ana është soprano, në detyrat e shtëpisë mësova që je nga Fieri, je një nga 3 fëmijët e një familje të thjesht ku nuk ka pasur të paktën në rekordet familjare asnjë zë kumbues, përveç atij të mamit kur ju ka bërtitur u keni qenë vegël, por asnjë zë kumbues në kuptimin e talentit muzikor apo çfarë do talenti tjetër. Babai ka qenë ushtarak. Dhe ti je me një aktivitet intensiv jashtë vendit. Aktualisht je bazuar në Belgjik. Belgjik, po. Po pse në Belgjik? Atëherë unë fillova violinën kur isha 5 vjeçet në Jakob Zoca në Fier. Aty në rreth moshës 13 vjeç erdhën prift, do me thënë që donin të ndërtonin kisha. Ky prift quhet Don Corrado, dhe ata sillnin edhe bursa ose fonde për shkollën e muzikës. Donin të ndërtonin kishën primare dhe erdhën te shkolla e muzikës që të gjenin zëra që të ndërtonin këtë kor. Unë futa në kor thjesht sepse kisha muzikën që i njihja dhe notat, jo sepse kisha ndonjë interes për kanton që erdhi sigurisht më vonë. Dhe në këtë moshë unë dola jashtë shtetit për të bërë masterklase për violinën, sigurisht kantoja erdhi më vonë. Me këto masterklase, koncerte që bëm shumë shpesh, domethënë shkoja dhe vija në Belgjik, në Bryzh, në qytete të ndryshme. Don Corrado për momentin është i bazuar te Kisha Katolike në Tiranë. Tani domethënë se do aq shumë Shqipërinë, mësoj shqip, sigurisht për të ishte shumë e vështirë në fillim, por e mësoj edhe e njeh shqipen shumë mirë. Kur ishte momenti që të doli zëri? Momenti që doli zëri, domethënë këtu e kuptova tek në Fier, në kor, por nuk ishte ambicia ime që ta vazhdoja, sepse unë isha violiniste dhe aty desha shumë të vazhdoja. Duke shkuar në Belgjik, mosha 16, nuk desha akoma që të vendosesha plotësisht atje, sepse edhe kultura më dukej shumë e ftohtë, shumë e vështirë. Të ikja vetëm, isha mësuar gjithmonë, siç jemi ne shqiptarë në familjet tona shumë të lidhura, tezet hallat nesa. Dhe duke, fillova pastaj një vit që ta provoja në Belgjik, aty duke bërë violinën është e detyruar të bësh gjysmore të gjithë, duhet ta bëjnë, domethënë me të gjitha instrumentet, të gjitha degët, duhet të bëjnë gjysmore të detyrueshme kanto. Dhe aty zysha ime e kantos në Belgjik, në Leuven, tha Ana duhet bësh patjetër kanto sepse ke një zë shumë të veçantë. I thash nuk e di, se ne jemi mësuar që të bëjmë një gjë dhe të bëjmë tamam, nuk mbajnë 2 kunguj në sqetull, dhe po më ta bëj një kohësisht edhe shiko pastaj si zhvillohet. Unë kisha fituar një gjysmë burse nëpërmjet këtyre fondeve dhe koncerteve që kisha bërë gjatë kësaj periudhe nga mosha 13, 16 edhe më tutje, dhe aty mu dha mundësia që të vazhdoja këto 2 deg në Leuven.
Dhe pastaj më pas mu dha bëra audicion dhe roli i parë mu dha në një moshë shumë të vogël, do më thënë mosha 18 vjeçe, që është shumë shpejt për të filluar një rol të madh në një shtëpi të madhe, siç është teatri i Royal i La Monnaie në Bruxelles. Dhe pastaj më mbrapa, duke vazhduar edhe studimet njëkohësisht edhe duke punuar, sepse nuk isha fonde të plota, familja ime, një familje thjeshtë, shqiptare, nuk mund të më mbështeste, me pak vështirësi edhe me vullnet, jemi këtu ku jemi sot, domethënë vazhduam. Në ndërkohë, nga ana tjetër është Natasha, e cila ka quar një email gjatë, siç thash. Ndër të tjera, thuhet se dëshira për të qenë e pranishme lidhej me bashkimin me dëgjuesit të emocionit, një libri special që pritet të vijë në këtë prag festash kombëtare, sidomos në prag të ditës së alfabetit, studimin e thelluar me bashkëautorësi mbi abetaret e autorëve Elbasanas. Evolucioni i abetareve në Elbasan. Një studim që rrok qasje didaktiko-pedagogjike në abetaret e ardhura nga treva e njohur për vlerat e saj arsimore. Dhe duke qenë i pari libri i këtij lloji, ai nxjerr në pa rolin e pedagogjisë Elbasanas në zhvillimin e arsimit kombëtar dhe të kulturës gjuhësore kombëtare. Pastaj vijon në mënyrë të detajuar të gjitha aspektet që kanë bëjnë me librin, dhe në ndërkohë ka dhe një pjesë që flitet për mësuesin, si edhe për nismën vullnetare, fjalët janë farza. Në një kohë dhe në një botë ku fjalët janë kthyer në të dhunuarat e mëdha të aktivitetit njeriu të folës. Pastaj së treti edhe për përvojën 2 vjeçare si kultivuese e didaktikës së gjuhës shqipe në Universitetin Napoli Orientale. Dhe në fund ka dhe një moment kulmor një student i huaj i thot zyshës që atëherë nuk di asnjë fjalë shqip, por ku dëgjova ato fësh të një poezie tuaj, i thash vetes ti duhet patjetër ta kuptosh të mrekulli, dhe u regjistrova në kurs. I referoi poezisë Kadares Epitaf për aviatorin. Kjo ishte forca shqipe, si mu mundohet të bëj një prezantim të përmbledhur të letrës gjatë, për cilën ju falenderoj paraprakisht zysh Natasha.